Atëherë ishte shqiptari, italiani dhe gjermani. Ikin këto me i panajir, që ishte kërkes për të shpik në i pajisje që të letësote punën e hamejve në prerjen e druve. Futet italiani, sa... italiani Ne kena shpik sa këtë robotin që pret 10 metër dru për qere kohër, sa, efektiv. Gjermani i dyti, sa, ne kena shpik këtë sharrën, kena shpik i sharrën dhe Gjermani. 50 metër dru, sa, për 2 orë. Kurse shqiptari, sa, ne kena shpik këtë sabën me dru, sa, ashtë e mirë, sa. Kur i thojnë aty këto teorisë, sa, o mretë, sa, për ne kena ardhë për të shpik në e gjë, për prerjen e druve që të letësojnë punën, sa, po ja prit e saj. Ja, thuaj e ti si vazhdojnë një. Por e ti tha ti zonja asaj teorisë. Ne me trut kena maru punë, tha i kena sharrua ne im Shqipni. Ne ta shina duhet ku me i djek, si me ungrof me dhe mek. Edhe ku e kam një gju për herë të parë të Barsalet, nuk e djeri pa sepse gjesha vetën e ty, për qesh shumë, Pjasi gazi mas nej, që gjithë të qesh të gris vetlat. E pa të shi.